Duke analizuar në detaje projektligjin dhe relacionin përkatës për Bankën Shqiptare të Zhvillimit, mund të identifikohen një sër problemesh që përbëjnë rreziqe të mundshme për ekonominë, financat publike dhe stabilitetin e sektorit e tregut bankar. Më poshtë unë kam renditur disa problematika, 4 të tilla në mendimin tim dhe pasojat e tyre të mundshme. E para, mungesa e një mekanizmi të qartë për kontrollin dhe monitorimin e rrezikut. Relacioni që në hyrje të tillë specifikon se Banka Shqiptare e Zhvillimit do të financoj, citoj, sektor të nënfinancuar të ekonomisë, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, përfshirë mikro ndërmarrjet dhe startupet, si dhe mbështetjes së projekteve zhvillimore që lidhen me përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës fizike dhe digjitale me fokus të veçantë tek investimet e gjerbra. Pra bëhet fjalë të financuar si përmarrje me risk të lartë, por nuk përcakton qartë një mekanizëm të fortë kontrolli për vlerësimin e rrezikut të kredive dhe investimeve. Përkundrazi, kjo bankë jo vetëm do të operojë në sektorët që relacioni i quan si dështimet të tregut, të cilat mbartin risku më të lartë, por në të njëjtën kohë nuk do t'i nënshtrohet të njëjta rregullave strikte që i nënshtrojnë bankat tregtare në Shqipëri, rregulla të cilat u minimizojnë bankave minimizimin e riskut dhe të sigurojnë fitim. Pasojat e mundshme që mund të sjellë mungesa një strukture të fortë të menaxhimit të riskut janë financimi i projekteve jo të qëndrueshme ekonomikisht, që nuk kanë kthyeshmëri reale, duke orientuar fonde jo vetëm në shtigje me risje të larta, por dhe në sektor jo produktiv të ekonomisë, kreditimi pa analiza të plota të aftësisë paguese të UAMARS-ve, duke rritur numrin e kredive të këqija, startupet, investimet e gjelbra janë të vështira për të analizuar me objektivitet dhe nga banka me struktura të konsoliduara të analizës dhe monitorimit të UAMARS-it. Dhe së treti mund të rrezikoj krijimin e një borxhi të keq të akumuluar, që përfundimisht duhet mbuluar nga buxheti i shtetit, çka do të ishte një bar për të gjithë taksapaguesit shqiptar. Pra, të gjithë taksapaguesit, qytetarët shqiptar, do të paguanin borxhin që do të përfitonin një pjesë e taksapaguesve sipërmarrës që do të financonte kjo bankë, që nga përvoja tuaja janë gjithmonë ata oligarkët e famshëm dhe bizneset të lidhura me to. Për më tepër, rritja e kredive me probleme do të ndikonte negativisht në stabilitetin e bankës, me probabilitet nxitjen e një krize financiare të shkaktuar nga një institucion publik. Natyrisht, e mbështes konstatimin që sektorët e nënfinancuar të ekonomisë ka nevojë për një mbështetje financiare, mbështetje të cilën nuk e marrin nga bankat dhe institucionet e tjera të kreditimit për shkak të riskut të lartë, por kjo mbështetje duhet të vinë në një formë të mirë menduar dhe të provuar për suksesin e saj, dhe jo në formën e një eksperimenti që mund të thellojë problemin dhe të rrezikojë jo thjesht keq përdorimin e fondeve publike, por edhe stabilitetin e brish financiar të vendit. Fakti se shembulli një banke të tillë vjen nga Bashkimi Evropian nuk duhet të na emocionojë apo të na konfuzojë. Krijimi i një banke kombëtare të promovimit, MPB, nuk është pjesë e detyrueshme e procesit të integrimit të Bashkimit Evropian. Sipas dokumentit të Komisionit Evropian të datës 22 korrik 2015, që citohet edhe në relacion, mbetet në dorën e shteteve anëtare individuale të vendosin nëse duhet të krijojë një bankë kombëtare të promovimit, si dhe për formën dhe strukturën e saj. E dyta, ndikimi i lartë i politikës dhe rreziku i klientelizmit. Sipas projektligjit, Banka Shqiptare e Zhvillimit do të jetë një shoqëri aksionere ku shteti do të mbajë të paktën 51% të kapitalit. Këshilli mbikëqyrës dhe Këshilli i Administrimit do jenë të emëruar nga qeveria, kreu 2 neni 13.15. Pra, Asambleja e Përgjithshme e Pronarëve që dominohet nga qeveria zgjedh organet drejtuese të bankës. Ky përcaktim e vë bankën në kontrollin e plotë të qeverisë me drejtues politik, të ngjashëm me atë që ndodh me ndërmarrjet e tjera shtetërore, shahat si OSHE, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Usjellsa e të tjerë. Kjo varësi mbart së paku dy probleme. Së pari, rreziku i ndërhyrjes politike në vendimarrjen e bankës është i plot, drejtimi i bankës do jetë në dispozicion të nevojat të qeverisë dhe të klientëve të saj, duke e kthyer bankën në një institucion që merr vendime të bazuara në interesa afatshkurtra politike dhe jo në analiza financiare të studiuara. Mëtej, për një bankë, orientimi afatshkurtër politik e fut bankën në një rrugë pa kthim, që nuk jep mundësi për rekuperim edhe nëse abuzimi ndalon. Këtu nuk bëhet fjalë thjesht për një ujësjellës. Dhe kjo do të rrezikonte jo thjesht falimentimin e bankës, por qëndrueshmërinë e sistemit financiar shqiptar në Shqipëri. Në tërësi, institucionet financiare menaxhohen me politika afatmesme dhe afatgjata të mirë studiuara.
Pse e theksoj këtë? Pse ne në Shqipëri kemi përvojë të keqe, kemi përvojë negative në këtë drejtim. Ti thrasim kujtesës. Nga 3 banka shtetërore të krijuara në vitin 1993, kur ne u futëm në ekonominë e tregut të lirë, kur u krijua sistemi bankar me 2 nivele, njëra prej tyre Banka Kombëtare Agrare falimentoi me probleme të shumta. 2 bankat e tjera, Banka Kombëtare Tregtare, nga keq menaxhimi, ndërkohë që ishte pranë alternativës së likuidimit për shkak se ishte pa kapital, u privatizua nga qeveria socialiste për $1. Një akt korruptiv që vazhdon i ndjek edhe sot ata si makt, drejtuesit e qeverisë së kohës. Dhe e dyta, e treta, Banka e Kursimeve ndaloi kreditimin e saj, çka e shpëtoi nga falimentimi deri në privatizimin e saj të mëvonshëm. Pra të treja shembujt ne i kemi negativ në këtë drejtim. Unë nuk dua dhe nga ana profesionale, për sa i përket formimit dhe ideve që implementojnë të sektorit financiar dhe bankar, dua ta vlerësoj ministrin Ibrahimi dhe nuk dyshoj nga ana profesionale të kjo. Por ky qeveri që do ta implementoj këtë bankë, dhe unë jam i bindur që nuk do arrijë se zgjedhjet e 11 maj do ta tregojnë atë forcën e tyre, ky sekt në rast se do ta ketë në dispozicion dhe këtë bankë mbyll një cikël të rrezikshëm strategjik korrupsioni. Një drejtim politik i bankës mundson financimin e projekteve të lidhura me grupe politike apo biznese të favorizuara duke thelluar korrupsionin. Po shkëputem këtu, po e shkurtoj për të arritur të nxjerr të 4 arsyet kryesore që unë kam analizuar. E treta, kjo bankë do jetë bare vazhduar për buxhetin e shtetit. Ju përcaktoni në projekt ligj që kapitali fillestar i bankës do jetë 10 miliard lekë, ku pjesa më e madhe kuptohet është financim nga buxheti i shtetit. Për më tepër në pikën 4 të nenit 7 përcaktohet se Banka Shqiptare e Zhvillimit respekton standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare të mjaftueshmërisë së kapitalit gjatë gjithë veprimtarisë së saj. Çdo të thotë mjaftueshmërisë së kapitalit, do të thotë që me rritjen e kreditimit nga ana e bankës do të vijë një moment që do jetë e nevojshme shtimi i kapitalit, çka do të lindë detyrimin nga ana e buxhetit të shtetit për të shtuar akoma fonde tek banka për pjesën e vet të kapitalit aksioner të paketës mbi 51%. Sipas nenit